22/6/2025, që në fillim të mandatit deklaruan publikisht se kaosi me parkimin në qendrën klinike Nën Tereza në Shkup duhet të marrë një zgjidhje të përhershme dhe sistemore. Dhe kjo, jo përmes improvizimeve, po përmes vendosjes së rendit institucional. Sot, së bashku me kryetarin e qytetit të Shkupit, zotëri Orse Gjeorgjevski, jemi këtu për të vendosur pikën përfundimtare të këtij procesi, po nënshkruajmë marrëveshjen e Qiras me qytetin e Shkupit, me çka qyteti do të bëjë zgjidhjen që presim gjithë këto vite në kompleksin Nën Tereza. Nuk bëhet fjalë për një vendim të marrë brenda ditës, por për një proces të ndërlikuar me shumë hapa administrative dhe juridike që duhet të përmbushen në mënyrë që zgjidhja të jetë ligjërisht e qëndrueshme. Pengesa kryesore u tejkaluan me vendim të qeverisë më datën 23/12/2025, me të cilën toka e hapësirës së parkingut u regjistrua në pronësi të shtetit, duke e hequr kështu pengesën më të madhe administrative për këtë proces. Më pas, më 12/2/2026 u shpall edhe vendimi i dytë i qeverisë për dhënien me qira përmes marrëveshjes së drejt me qytetin e Shkupit, ndërsa sot pikërisht aktin e kurorëzojmë me një marrëveshje ndërmjet dy institucioneve. Dhe këtu qëndron thelbi. Si ministër, nuk kam lejuar që ky institucion të kërkojë rrugë të shkurta për të anashkaluar detyrimet ligjore, nuk kam lejuar hyrje në skema dhe eksperimente me modele publike private që ngjallin dyshime dhe vendosin fitimin para interesit publik. Përkundrazi, e kemi ndjekur të gjithë procedurën ligjore nga fillimi deri në fund për të siguruar një zgjidhje që do t'ju shërbej pacientëve dhe punonjësve në shëndetësi e jo interesave të huaja biznesore. Bëhet fjalë për një marrëveshje për dhënje me qira të pasurisë së paluajtshme me marrëveshje të drejtë për drejtë me qytetin e Shkupit, me qëllim organizimin, menaxhimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e parkimit në hapësirën e kompleksit klinik Nën Tereza në Shkup. Qyteti i Shkupit ka detyrim që brenda 60 ditëve të ardhshme të dorëzojë një plan veprimi për zbatimin e aktiviteteve me afate konkrete për implementim. Marrëveshja është lidhur për një periudhë 15 vjet me një qira që vlen prej 10% të qarkullimit total të realizuar dhe me të mundësohet modernizimi dhe rritja e ndjeshme e kapaciteteve të parkimit rreth 50%. Qiramarrësi është i obliguar që para Këshillit të Qytetit të Shkupit të propozojë një listë çmimesh për shfrytëzimin e parkimit brenda kompleksit, e cila duhet patjetër të përfshijë bileta për përdorues me qëllime komerciale, për shfrytëzues të shërbimeve shëndetësore brenda kompleksit, për pacientë me sëmundje malinje dhe për të punësuarit në institucionet publike shëndetësore. Në kuadër të angazhimit tonë për digitalizim, parashohim një monitorim të plot të parkimit, ku do të vendosen tabela informative dhe do të ketë edhe një udhëzues të veçantë digital që do t'i orientojë qytetarët drejt vendit për parkim. Gjithashtu, siç e kam paralajmëruar më parë, do të implementohet dhe jashtëquajturi sistemi i mençur i parkimit me senzor të integruar në çdo vend parkimi për detektim të vendeve të lira, me kamera për regjistrim automatik të automjeteve, aplikacion mobil për rezervim dhe pagesa në kohë reale, si dhe lidhjen me sistemin fiskal dhe menaxhim. Besoj se nënshkrimi i sotëm i marrëveshjes së Qiras më në fund do të vendosë rregull në parkim dhe do të plotësojë nevojat e pacientëve dhe të punësuarve në kompleksin klinik Nën Tereza. Për pjesën tjetër të zgjidhjes së këtij problemi, ja jap fjalën kryetarit të qytetit të Shkupit, zoti Gjeorgjevski. Faleminderit.